di që do të martohesh këtë verë. Mund të kesh një surprizë në dasmën tënde. Po, e dëgjove mirë. Nuk do të jetë ai daja që fute zarfin 100.000 lekëshin sa atë e ka detyrim, as Suleimani, këngëtar special, por një orkestër vetëm robotike. Kina ka zbuluar qendrën e saj të parë interaktive të robotikës, një projekt që synon të afrojë teknologji më të avancuar me publikun dhe bizneset, duke forcuar më tej ambicjet e vendit për dominim në fushën e inteligjencës artificiale. E quajtur robot 9N, qendra nuk funksionon si një dyqan tradicional, por si një hapësirë moderne e ekspozimi, ku vizitorët mund të ndërveprojnë drejt për drejt me robot humanoid dhe sisteme të avancuara automatizimi. Sipas menaxherëve të qendrës, shumë për robotëve të ekspozuar nuk janë më thjesht prototipa, por përdoren tashmë në fabrika dhe kompani të ndryshme për prodhim dhe shërbim ndaj klientit. Ata bëjnë të ditur se kërkesa për marrje me qerat të robotëve humanoid po rritet vazhdimisht, ndërsa bizneset kërkojnë të integrojnë gjithnjë më shumë teknologji në aktivitetin e tyre të përditshëm. Hapja e kësaj qendre konsiderohet pjesë e strategjisë së gjerë të Pekinit për të zhvilluar industrinë vendase të robotikës dhe inteligjencës artificiale. Në një kohë kur gara globale për teknologjinë po intensifikohet, Kina po investon fuqishëm për të kthyer robotikën dhe inteligjencën artificiale në produkte të përballueshme dhe të përdorshme për qytetarët dhe tregu masiv.